O hoxh, po jemi larg, thot, dhe s'vejmë dot. Si t'ja bëjmë? Dhe ata nuk vinë, nuk duan, si t'ja bëjmë? Pra ka për qëllim fisin. Nëse fisi është larg dhe nuk shkon dot, ose edhe ata pra nuk vinë dot për vizitë. Një pjesë sot për shembull mund të jenë në emigrim, dhe s'ka mundësi ai për shembull që të bëjë udhëtim e me radhë. Interesohesh për ta, telefonon, pyet për ta, nëse kanë ndonjë hall, ndonjë siklet, pra interesohesh që ti ndihmosh. Pra ka forma të ndryshme se si ti mund t'i ruash lidhjet me fisin, me të afërmit e tu, me gjakun tënd. Dhe duhet ta dim se është një prej mundësive që të fitosh xhenetin. Ne e dim kur profeti alayhis salam shkoi në Medinë, i porositi pra njerëzit për 4 gjëra: për hapje selamit, dhënia ushqimit, ruajtja e lidhjeve farefisnore dhe falja gjatë natës, si tha të hynin në xhenet me paqe. Pra, ruajtja e lidhjeve farefisnore është shkak që të mundsohet xheneti. Po ashtu, shumë njerëz sot ankohet, jo, po s'kom bereqete, nuk e ze lekun e me radhë, pra fjalë të tilla. Është një hadith i profetit alayhis salam që kuptohet prej tij se kushdo që të ketë pra bereqet në jetën e tij, bereqet në riskun e tij, pra të ketë jetë gjatësi dhe të ketë bereqet në riskun e tij, le t'i ruaj lidhjet farefisnore. Kështu kuptohet prej hadithit. Prandaj me i rujt lidhjet me fisin, me forma të ndryshme, me i mesazh, me i telefonat, me u interesu për ta. Janë të smur, janë vështirësi, me shku me i gjetë mundësit me i ndihmu. E nëse i ke afër, pra është mundësia me i vizitu. E nëse ata nuk duan, rujtja e lidhjeve farefisnore nuk është vetëm kur, pra si thonë, dreka e darka. Rujtja e lidhjeve farefisnore është kur ata pra nuk i ruajnë, ti ruash ti. Kur ata mundohen pra t'jenë të ftohtë, kështu ti mundohesh të tregohesh ndryshe pse se ti synon shpërblimin e Allahut të lartësuar. Ke synime më të mëdha. A synojmë xhenetin? E po xheneti duhet me u përpjek. Allahu i rujt.